Godina që shohim ne është prapë lidhur në funksion të cisternës, por është një banjo e kohës bizantine. Pra kjo tregon që cisterna u përdor gjatë gjithë kohës, deri në Bizant, tu jemi në shekullin e 6. Cisterna është ndërtuar në shekullin e 3 para Erson. Pra kemi 9 shekuj diferencë. Dhe çfarë kanë bërë? E kanë ndërtuar këtë sipas parimit romak. Po të shikosh, më tutje kemi hipokaustin, pra kemi me ngrohje nga poshtë, pra kemi kaldariumin, që kemi tepidariumin që bëhet ajo zhveshja që kemi këtu dhe janë shkurtuar një pjesë e procedurave. Dhe lidhe me një mbishkrim që është gjetur, që është një mbishkrim i njëjtë me ato që janë gjetur në murin rrethus, që bëjnë fjalë për ndërtimin e murit rrethus nga Viktorini, një nga generalët e Justinianit, i cili thot ndërtimi këtij muri e shpëtoi popullsinë nga barbarët. Tani ishin bylinët që trajtonin si barbarë slavët që vinin dhe shkatronin çdo gjë, dhe ne kemi përfundimi i qytetërimit në Bylis vjen nga slavët, nga ardhja sulmi i dytë. Sulmi i parë është rreth 548 dhe Viktorini duket që ndërton pas 548, kur ai kishte shkatruar slavët. Bullgarët vinë shekullin e 9. Dhe pastaj vjen sulmi i dytë që është rreth 578-s, ku shkatrojnë çdo gjë dhe qyteti nuk rindërtohet. Skënder Musha ka gjetur edhe gjurmët e tyre në kish, kanë ngrënë, kanë thyer poçet, kanë hedhur te kisha, kanë hedhur enët andej këtej dhe pastaj kanë ngrirë në atë moment. Dhe nuk u rindërtua më. Pikërisht kjo terme është e kohës së Justinianit dhe nga mbishkrimi, i cili thotë ndërtoi. Tani do shohim një monument çuditshëm, i cili na orientoi gjetëm për shkak nga kërkimet geofizike. Ky shesh nuk ka qenë i lirë, ka pasur një altar që duket atje, themeli i kohës. Po, shumë i kuat. Kohës Augustit, dhe ne mendonim që tempulli duhet të jetë. Ka dhe një kanal i cili shkarkon ujërat e termeve bizantine, cilët shikoni që janë ndërtuar me gurët e teatrit. Shikoni kolonat. Shikoni që ajo kolonë është marrë nga teatri. Është një pilastër. Tani po të ndjekim kanalin, geofizika e ndoqi, dhe na thanë që këtu keni një monument. Dhe është një monument i çuditshëm, që nuk ekziston në Shqipëri. Pra, kemi një ambient të mbyllur dhe kemi një kanal të thellë, me ujërat që vinë që vinë nga termet, dhe pastaj është mbyllur andej. Dhe natyrisht që kjo na bëri të vendonim, se nuk ishte paralele. Dhe është zbuluar natyrisht nga ekspedita e drejtuar nga Olgita. Nuk jam unë autori i gërmimit. Është Brezi III ju familjes. Brezi III, cila pastaj e përcaktoi që duhet ishte një latrin, një WC e kohës bizantine. Pra, ka modele dhe pllakat që shikoni ishin vende ku vendoseshin ndenjse prej druri, defekohesh në kanal direkt dhe ujërat që vinin nga stera, nga termet bizantine pastronin dhe kanali vazhdon pastaj për te. Pra nuk është një monument shumë i lavdishëm, po është... Jo, po tregon gjithsesi higjiene të qytetit. Ka pas një higjenë dhe ishte një banjo, një WC publike, si ato që ekzistonin në Tiranë, ju si keni arritur, po deri në vitin 1900 keni arritur. Ka qenë dhe partizani pa njohur një WC publike. Pra, janë të tillë. Tani do ju tregoj se pse dhe si e gjetëm tempullin Augustit. Olgita, jo unë. Unë jam këshilltari i ekspeditës, por se kemi sot me vete. Dhe këto janë një pjesë e objekteve që ne kemi gjetur të ruaj. Këto e kemi gjetur nga gërmimi dhe ky është një kapitel shumë i sofistikuar i periudhës Augustit. Por shikoni këtu kemi një kolonë, e cila është ripunuar në kohën bizantine. Kemi një arkitra, ose një antablement që vjen, e kemi gjetur në sipërfaqe, po e kemi gjetur atje poshtë në tokë. Edhe ky mbishkrim
E dalloni që është një mbishkrim? Po. Pra, këtu kemi vetëm vijet e mbishkrimit dhe gropat ku ankoroheshin gërmat prej bronzi. Pra ka qenë një mbishkrim bronzi i montuar mbi një arkitrat, që është arkitrau të tempullit. Lexohet Cezar, ose Cezari Divi Filius, do të thënë kemi të bëjmë me Augustin, që është djali i Cezarit të hynushëm, i cili në atë kohë kishte vdekur. Dhe kjo tregonte që ishte pikërisht tempulli që kërkonim. Dhe tempulli ishte fshehur në ledhin. Shikoni që ka një ledh të madh dhe geofizika që bëri kërkime nga ana tjetër konstatoi që kishim një ndërtim të madh poshtë. Natyrisht që është rrafshuar në kohën e antikitetit vonë, por që ne gjetëm komplet shkallare. Dhe kemi prap stilin romak të ndërtimit. Pra, u bët arkeolog, pra kemi stilin, kemi opus reticulatum dhe një arkeolog e di mirë që po pa opus reticulatum jemi tek Augusti. Pra kemi mbishkrimin e Augustit, kemi stilin e Augustit të ordrit ionik dhe kemi edhe, tani po zbresim nga ana tjetër, do kemi shkallaren e tempullit që na ka mbetur nga gërmimi. Pra, po t'jemi në këtë anë, do shohim vetëm shkallaren, duhet kemi parasysh që ka 2 mure anësore të cilat janë rënuar, janë grabitur deri në themel, kanë qenë të gjithë me opus reticulatum, ajo që shikojmë sipër, ka një diferencë prej 500 vjetësh me pjesën e po shikoni që muri është vendosur mbi dhe, apo jo? Pra, kur kanë ndërtuar nuk e dinin që ka një monument poshtë, kanë grabitur pjesën që ishte sipër, dhe por ne, në bazë të identifikimit të pjesëve të ruajtur arkitektonike, ne mund të bëjmë rekonstruksion në plot të këtij, natyrisht virtual, cilën pastaj do ta ekspozojmë, për të kuptuar që qytetërimi ka vazhduar dhe në kohën romake. Ka pasur shtrezime. Ky është shtrezimi romak. Këtu kemi të bëjmë me vendosjen e kolonie romake. Pra këtu nuk duhet absolutizojmë që kanë banuar gjithmonë ilirët. Pra ose kanë qenë ilirë të romanizuar. Në vitin 30 vendosen kolonë, ne dim nga vinë nga Puglia edhe nga mbiemrat, nga dallohet, është dhe një puljes që vjen nga Salento, cili është themelues edhe i banjo që do shohim në vazhdim, dhe ne tashi mund të rindërtojmë Bylisin e periudhës byline, ilire, që ishte qytet madhështor, periudhën romake ku janë ndërfutur në kontekstin Bylin pa e prishur, atë kanë bërë vetëm rindërtimet pjesme, dhe pastaj të Bizantin ku kanë rrafshuar çdo gjë që ishte përpara dhe kanë ngritur kryesisht vetëm kishat që ishin simbolet e fesë dhe të kulturës. Kështu që këtu jemi akoma në vazhdim të gërmimit. Duken edhe piketat që janë... Dhe piketat i kemi vendosur, këto janë gërmimit e vitit 2024, cilët, siç ju thash, mbaruan pa filluar akoma. Kështu që ne kemi, megjithatë mund të themi që në proporcionet shqiptare, të mendoni që ky është gërmimi 2 vjetëve, kjo nuk ndodh. Pra megjithatë, me që kemi një staf. Jemi mirë. Kemi akoma një staf me pensionistë, jam unë, Skënder Muçaj, po dhe ato që na ndihmojnë, përveç vajzës time janë pensionistë, besoj që kemi akoma të entuziazmin e... S'është pak profesor. Kemi entuziazmin që na kanë transmetuar... Por ka ardhur koha që të mendojmë për pasardhësit. Nuk mund t'i lihet rastësisht. Kemi edhe arkeolog të ri, kemi Suelën që vazhdon bashkë me Olgitën, nuk janë fare të ri, se janë tek 40 tani, edhe po i dalim nga jana. Këtu për shembull kemi zbuluar për të kuptuar se si ka shkuar. Pra kemi periudhën byline, kemi periudhën romake, kemi periudhën bizantine dhe pastaj përfundon me një varr të gjysmës dytë të shekullit 6, kur vendi pothuajse ishte braktisur. Ky është gërmuar, është një varr i ndërfutur, është më përpara shtëpisë. Që besoj që shtëpia në atë kohë nuk ekzistonte, nuk varrose kaq afër, dhe lidhet me kishën. Do shikojmë kishën që kemi prapa, dhe është një varresë që është pak a shumë modeli i fshatrave sot. Bylisi që ishte një qytet i madh, i lirë, qytet që ruajt edhe në periudhën romake,
Në shekullin e 6 bëhet një grumbull fshatrash i futur brenda qytetit. Pra kemi një lagje që është e kisha katedrale, kemi 4-5 shtëpia që do t'i shohin jam tek kisha këtë Bazilika A, dhe një grumbull tjetër shtëpiash janë tek kisha që themi Bazilika C. Këtu jemi, nga stadiumi deri këtu, stadiumi shekullit 3, apo muri i Akropolit shekullit 3, dhe këtu ne jemi në shekullin e 6. Pra jemi gati 900 vjet të jetës qytetit dhe jemi drejt fundit qytetit. Shekulli 3 para erëson, shekulli 3. Tani e shekulli 6 i erëson, kohës bizantine, kohës lullëzimit bizantin, që është koha e Justinianit, duken kryqet, ka zotrimi i krishterimit, dhe kjo quhet Bazilika C dhe është një nga 5 bazilikat. Kryesorja është Bazilika B, ajo më e madhe që ishte katedralja. Kjo është një bazilik lagje, këtu rreth e qark kemi banesat që zhvillohen mbi monumentet e antikitetit të hershëm. Dhe jemi tek altari, shikoni që është mbuluar, sepse kemi paraqitjen e Krishtit me... është mozaik në të. është mozaik, paraqitjen e Krishtit me dishepujt, që është një nga paraqitjet më të ralla për kohën e shekullit 6. Edhe me grigjen, janë dhe delet që janë aty. Dhe pastaj kemi edhe një ambient tjetër me mozaik, që është mozaik është nga e majta dhe një të tretë që është në anën tjetër. Kjo është natyrisht është një kishë e restauruar, janë ngritur kolonat, kjo është gërmuar nga kolegu im, kemi ndarë, unë kam periudhën e antikitetit që ka vazhduar dhe Olgita, periudhën e antikitetit vonë e ka Skënder Muça, e është gërmuesi i kësaj bazilike, restauruesi është gjithmonë Lazar Papajani.